Shpesh jeta nuk të jep atë që do, por atë që ti meriton. Për shembull, ka politikanë dhe biznesmen të fuqishëm që paguajnë miliona euro në vit për të shkolluar fëmijët e tyre jashtë Shqipërisë. Dhe ajo që dihet por nuk thuhet, është se ato arrijnë të kalojnë klasë me rezultate mjaft të ulta, por nuk shkëlqejnë kurrë, ashtu sikurse mund të ndodhë me fëmijët që vijnë nga familje të thjeshta. Dhe kjo është vërtetuar më së miri nga një djalë 14 vjeçar nga Corriku, i cili arriti të fitojë medalje të artë në një konkurs mbarkombëtar matematike mes mbi 300 konkurrentëve nga 30 shtete të botës. Lori Qosja, djali i gjeni në matematik, la pa fjalë profesorët më me emër në Amerikë. Loriku për herë të parë ka treguar se ai vjen nga një familje e thjeshtë shqiptare. Të dy prindrit e mi janë të papunë, u shpreh 14 vjeçari, dhe ata nuk kishin mundësi për të më paguar biletën e udhëtimit për në Amerikë. Unë falenderoj shumë mësuesen time që më ndihmoi për të bler biletën. Ajo kontriboi me kursimet e saj, sepse besoi te talenti im. Ndërkohë, mësuesja u shpreh se ajo arriti te Loriku atë që nuk mund të realizonte me djalin e saj. Prandaj, unë jam e lumtur në të gjitha aspektet për kontributin që dhash për nxënësin. Një histori kjo që bën krenar çdo shqiptar, por që pati impakt të madh edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump ka nxjerrë një udhëzim të veçantë për të gjithë fëmijët gjeni si Lorisi që të tërhiqen në Amerikë për t'u siguruar shkollim falas në shkollat më të mira amerikane. Të rinj shqiptar kanë lënë emër të jashtëzakonshëm në Amerikë dhe këtu mjafton të përmendim Mira Muratin, ndërkohë që historia përsëritet me gjeniun 14 vjeçar nga qyteti i vogël i Corrikut.